fenomeni I eskortave. Është realisht një fenomen që po pushton lokalet, klubet, përditshmërinë dhe kanë mbierë në mënyrë të frikshme. Pyetja për ty, sepse më intrigoi edhe përgjigjja jote, a çfarë po ndodh në këtë vend, domethënë, a ka diçka që e ndalon këtë gjë a ka një ligj që e ndalon këtë gjë? Prostitucioni është vepër penale në Shqipëri, pra është ndaluar, quhet vepër penale, e ndalon Kodi Penal dhe do të bësh burg nëse do duhet të bëje burg. Nëse ti kapesh duke kryer këtë vepër, qoftë personi që e ofron, edhe personi që e merr. Dhe pikërisht këtu donim më shumë të ndaleshim tek kjo pjesa që edhe personi që e merr, pra. Po jo më shumë vetëm aty. Jo, pa diskutim. Tema është shumë e gjerë, por specifikisht kodet, a mund t'i përmendim pak? Nenet. Nenet Kodit Penal. Po. Pra dënohen me gjob deri në 3 vite burg. Prandaj thash do duhet bëni për zakonisht gjob deri në 3 vite. Kështu janë. Gjob 3 vite. Pastaj në varësi të sa herë është kryer vepra penale apo pasojat që mund të kenë ardhur, gjykata ka të lirshmërinë që përcakton mund të dënoj me gjob, mund të dënoj me 1 vit, me 2 vite deri në 3 vite burg. Pra kjo është ajo masa e dënimit. Për personat të cilët e marrin favorin seksual, pra për ata që paguajnë për të marrë favorin seksual dhe për ato që e ofrojnë, pra prostitutat në këtë rast, po është njëjti dënim. Ndërsa për personat të cilët shfrytëzojnë prostitucionin, sepse tutorët, ato që ofrojnë në ambientet lokale të shumë rreth, për ata dënimi është edhe më I lartë. Tu pasaj vjen nëse është në bashkëpunim, pra është më shumë vite, shkon deri në 10-15 vite dënimi. Gjithmonë në varësi të thashë se sa janë të angazhuar në kryen e kësaj vepre. Pyetja tjetër, domethënë, kush janë instancat përkatëse që merren me këtë gjë, sepse di çfarë ndodh, janë realisht kudo, janë hapur fare, domethënë ka filluar. Domethënë un kam miq që jetojnë jashtë shtetit dhe vijnë këtu për një javë pushojnë se kështu dhe më tregojnë çuditëra, të betohem dhe hapur fare në mënyrë evidente. Dhe them, a ka instanca që merren me këtë punë? Sigurisht do duhet merre policia e shtetit. Por edhe personat që kanë dieni janë, domethënë, të implikuar, pra japin kafe ndoshta apo si funksionon. Jo, ata që kanë dieni mund shkojnë dhe të bëjnë një denoncim pranë policisë. Pra kush e di me siguri që